Dashur shikues, po vazhdojmë tutje me emisionin Fundjavë, përshpresoj se po shoqëroheni bashkë me ne. Tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, ku e kam kënaqësinë të kem të ftuar dy motra të mrekullueshme me të cilat do të flasim shumë çka sot këtu në studion e Fundjavës. Së bashku me mua Arbrore Saqiu, mirë se erdhe Dashur, shumë kënaqësi. Mirë se gjeta, faleminderit. Si dhe Vlora Burri, mirë se erdhe Dashur. Faleminderit. Si po ecin këto ditë për juve, po dukeni për mrekullisë gjithmonë. Faleminderit, gjithashtu, mirë shumë. Shumë, me punë, me angazhime, si zakonisht, si çdo ditë, rutinë. Fundjavat për juve zakonisht? Fundjavat, si të zakonshme, ato punë të grumbulluara gjatë javës, mundohem që mi përmbledh gjatë fundjavës me fëmijë, si non, me bëhat balancin e jetës profesionale dhe jetës familjare. Po ja dalim, sepse dim për çka po punojmë dhe për çka po mundohemi. Cilat janë ato kërkesa ndoshta më të shpeshta të fëmijëve gjatë fundjavës, të marrë parasysh që treguat mundoheni me balancu edhe anën profesionale dhe anën familjare? Po, zakonisht që janë kërkesat me dalë me shëtiti, me shku me s'podi në për dreka, në për darka, me shku dika jashtë, po mendoj jashtë Kosovës, me dalë si zakonisht. Krejtë varet prej moshës, disa lipin me gjetë një vend, një fushloj, një arktim, me pa një film, tjetëri. Kërkesat janë tjera. Ndryshme, po, më varet prej moshës. Keni pas në një periudhë kur kam pas kërkesat e përbashkëta dhe keni mujtë edhe fundjavet me i kalu së bashku, edhe motrat, edhe fëmijët, një familje kështu më e madhe. Atë periudhë kemi harru zakonisht për para lypshe, kërkesa atyre më e madhe ka qenë me shku deri në Cineplex me këqy një film, edhe kështu që e kemi përfundu atë mision me sukses, po tash po ndryshojnë kërkesat, sepse edhe moshat po ndryshojnë. Po kur jemi të këto kërkesat, moshat e ndryshme, të kujtojmë pak edhe fëmirin tuaj. Si ka qenë fëmiria juaj? Mirë shumë, se kemi qenë shumë, po mendoj se shpesh tomë me mujtë me këthy edhe një herë, sa që unë të rrim ikon, ka qenë shumë mirë. Lora, si e kujton atë periudhë fëmiris? Kujtojt, e kam një nostalgjit madhe për atë periudhë, unë gjithmonë mendoj që ajo periudhë dhe pse kemi pas ma pak, jemi knaqë ma shumë. Edhe më kujton edhe çfarë kanë dhënë që me motrën time, edhe gjithë shka për mu është një nostalgji e madhe, sa që edhe kom pas atë fatin të përjetoj atë periudhë, gjë që fëmija sotit kanë veç një andër ose një fejl munden me pa çka kemi përjetuna. Pavarësisht që krejt gjithçka sot është ndryshe, ka qenë një fëmijëri që kujtoni më me nostalgji në kohën tuaj, apo jo? Po, patjetër. Keni qenë ato motra që grindeshit apo kuptoheshit? Këto Çfarë afashi keni pasi fëmijë? Këto ndalu pak. Kemi kalu shumë mirë, gjithë kemi kalu shumë mirë, po normal që edhe jemi përlasi motrat, edhe përlamja më e madhe ka qenë për tesha, zakonisht se unë jam e shateshat motrës edhe kështu. Unë e gjithë ditë para shkollës, me thonë, e kom pas me bo outfitin e gaqen për nesër, që me më qëllu që ka me vesh. Edhe ku me më shef, tash isha ajo dilema, ku me më shef, i gjejsha ato birat që kjo s'ka shans, vish një detektiv i gjenë. Edhe zakonisht ndër krevet. Edhe gjoja e parë që kom po në mëngjes, kër e më zgju, ka qenë me doren edhe me këqyra i kom. A janë tishën. Edhe kom po që s'janë, e s'misha me besu qysh mi ka gjetë. Kjo ka qenë pi aty në përlirëshjeve që i kemë bu mas shpeshti. Po, zakonisht vishë për tisha. Ka qenë pasaj edhe ajo mosha adoleshencës, po besoj që s'ka e një grindë edhe kemi një pasat raporti. Edhe s'kemi mujtë pa njona tjetër. Kujtojt edhe nana u anë ko i keshëm i tisha, nanë, po ti mos u bo nervoz, se na me njëherë, po pajtojmë. Po qaj, çdo fëmijë për nashtu tash pishot e fëmijët e mitë një i dhatë sende dhe pe di që e po më kthehen, është karma, jo, që ktheje gjithmonë. Se të kanë qenë që shprej fëmija ato pika tuaja të përbashkëta të forta? Muj me thonë, dyjat jemi të ndishme, dyjat jemi të gatshme për me ndimu, dyjat jemi ambicioze, po një dalli kemi që kjo është guximtarja, unë e jo ma jo që... Unë jam shdera e që ja pështimë, kështu adin, ma guximtare se kja. Kemi ato dyra tona që nana kombinohem andej edhe na bojnë atë farë lidhjen më të bukur. Balancin. Une, ajo, bashkë ashtu se une ka njenë guraj, për kunder kapacitetit apo mundësive që me kry një punë, kjo është ajo gjithmonë me e pështimen që më thotë që ti mundësht, ti ka ki kapacitet, edhe kështu që dyjat jemi të kompletume si motra që të aspektin e dalimeve që i kemi. Tjetër, çka ju bën ndryshe, kështu në përditshmëri? Unë me thonë që unë jam
edhe si e vogël edhe si, po më tash pak ma e gjallë, ma rebele, kam qenë çdo kjo, është pak ma e ndihshme, ma serioze, ma... Unë e ma seriozja, ajo është natyre lindme që nuk mundesh me ndryshu, edhe më kujtohet, na jemi konë në atë moshën adoleshencës, kur pak fillojnë edhe ato komplekset, kjo gjithmonë o konë ajo që i ka po flek me ngjyra, me lloj-lloj ngjyra, me pejna, me nuk po di. Edhe kjo kompleksaj ke prej dukjes teme. Të isha më sec me mu. Unë e përpara kem bas, kem vike mbas. Këto kanë qenë ato dallime që na kanë bo gjithmonë edhe vazhdojmë na bo. Të thotë që kjo ndoshta eksperimenti me stil ka filluar çështë moshtreja. Shumë e vogël, po, edhe kjo gjithë ke. Pse bre bënu pak femën tash, ja keni nisë mu rrit bënu pak femën, ndryshoj stilin. Po stili jam u që kjo s'me me ndryshu. Edhe atër s'kemi pas për para ngjyra, ndej si tash që ka me pembet, kuqe, ase, unë me temperë, shkisha i bëjsha flak, kërë më shik kjo, edhe vodhin vetull, atër që s'ka pas, vodhin vetull, dy qysh kërkosh, ke jo nuk dal me ty që është të në rrugë me pa dikosh as njerë, edhe i ke prej meje. Keni qenë faza ndryshme sa vite? Na jemi si binake. Si binake, ndoshta edhe kjo pak... 15 muj kemi në mes, bas si binake. 15 muj kemi në mes, dhe kjo na ka boj që edhe mu përlesh ma shpesh, e ma letë edhe ndoshta edhe që kjo mosha. Është dallu shumë motra madhe, motra vogël në raport e jo apo jo? Jo, asnjëherë se nuk e di njerëzit zakonisht, mendojnë që kjo është e madhja, jo për nga pamja, po për nga mënyra se si është paraqit. Po, e para ndështa ja kom fillu edhe me punu shumë herë, se po ndoj 21 vjetë edhe kom hapë edhe biznesin tem, tani kemi punu edhe bashk aty. Unë kanë gjovë gjithmonë si motra vojës. E para e martu, e para dhe me thonë gjithë herë këmë vone, kitë sendet e para dhe kam ndu që unë ma e madhe. Po thë isha jo s'po më vjeni nati, po ndina e krenare që po më thëjnë motra vojës. Po, si fëmi, zakonisht ne motrat e mdhaja të uniset e prej vetës, i marim ato fajet edhe për motrat e vogla. Po, çdo herë ka dohet e jo dhe si më të reja të vogla? Gjithmonë edhe haloj marim fajet nga të mdhajat, edhe na asnjëherë nuk kemi drejt, si pas motrës vogël, kjo gjithmonë e ka atë farë bind, që do me të bind që gjithmonë ka drejt, edhe që kjo është pika kryesore që mu më nervozon, që tu gjithmonë nervozojmë, edhe djebile bashka qenë që kjo pytjen mes neve, kjo muhabet. Arrin me bind që je gjithmonë sakt? Jo. Kur e di sakt që është ashtu, që ta shtraptu. Kur e di sakt që është ashtu, e mbroj deri... Po, duhet mi apru dhe dëshmitarët e tjerë që kjo më u bitë. Kur kujna, unë e mbroj që ata që e mendoj që është e drejtë. Sa të ka ndimu, ndërsa dhe gjatë gjithë jetës tonë, edhe profesionale, kjo pjesa të shenërisht shumë e sinqert e drejtë për drejtë, edhe këm gullë se tjetër. Po, më ka ndimu shumë edhe nuk ndryshoj, dhe më thonë çdo herë, jam shumë e drejtë për drejtë edhe kam gullëse, për që ata dhe diqysh kur si jam dorëzu. Gjarë kom thonë, unë e moj se qashtë e kom pas kry, qashtë forsa që kom luftu, kur kom dash diqka, mi arrit edhe çdo herë ja kom arrit. Keni pas ato ëndrat edhe si fëmijë për të ardhmen sa e keni këshilluar njëra tjetrën në këtë aspekt, në rrugtimin profesional, rrugtimin personal, anën tjetër? Po, unë mendoj që valë të jetës qojnë ku se pret. Ndoshta unë si e vogël kam pas atë pjesën e artit shumë favorit. Edhe pse kam qenë nxënëse e mirë, nuk kom dita di matematikë ma shumë, apo biologji, këto më kanë shku shumë, asnjëherë nuk më ka shku mendja që ku më marrë me artë. Unë e kam ndru më bënë, për shembull, mjeke, arkitekte, po pjesa estetistës asnjëherë nuk më ka shku në mend. Edhe pse tash kur kthena mbas edhe kujtot vetja sa shumë kom punu në drejtim, si fëmijë, si hobi, po ky hobi tash më ka kthyr në profesion. Na si të vogla kemi punu në shtëpi, për shembull kur kanë qenë maturantet, kështu i mërshim shtëpi, bëjshim gati, e bëjshim shtëpinë këtë gjullti, e bëjshim nanës, edhe normal që unë e kom vazhdu prapë me këtë profesion, pëse unë kom mendu që kom e vazhdu flaut, se jem kon edhe flautiste, po kom vazhdu këtë profesion. Sot e ekzekuton ndonjëherë kështu për çepje apo jo? Jo, gjatë luftës ja kanë marrë dhe mu mandej shumë është harrua. Po gjithmonë që shprej fëmijë tregua që keni pas qefat pjesën e të dukurit bukur, veshjes ndonjëherë dhe eksperimentale, ngjyra, duke ndihmuar edhe vajzave tjera me grim. Do thotë keni pa pak a shumë atë pjesën se çka doni dhe ku jeni të mira, talentin dhe gjithë ato.
Na i kemi po nuk e kemi di që ka më një pike forte jona. Kjo mas pari është edhe fakultetin e ka kry, fakultetin ekonomik, magistratur, kjo ka profesion tjetër. Ekonomiste. Po, ekonomiste me profesion, dhe thësha, pse nuk po shkon ti me kry që ta, me bojsh ta, kur mundesh, ti po bën shumë, pi bën vetlat përshën shumë bukur, grimin shumë bukur, shka qele, bën e ki lokalin, edhe prapë se prapela profesion, edhe unë zërja kom jep shtimin për tonë. Kështu që shumë mirja ka dalë me këtë profesion që o të e punu tash. Dhe thot, e ke të gjumë këto pika, motrën e vogël. Edhe pësë është më e vogël, unë e prape pranoj, edhe pësë është më e vogël, këshillat e saj më nëzojnë një vend të une. E kanë një farë mbrese që gjithmonë më shtyrë me bo ato që kjo e thotë, edhe i besoj. Po, se kjo është pak ma thash, edhe ma herë, që është pak ma tutse. Kjo mi e kratë me fëtëturu, unë e pak të sejat ngurimin, atë frenimin, për gjërat të sejt. Gjeni një balanca. Amo kjo kratë me fëtëturu mi ka gjithmonë. Po, pavarësisht gjitha atyre këshillave që jep një njëra tjetrës edhe në aspektin profesional edhe atë personal, si ndoshta i ndihmon njëra tjetrës në momentet vështira? Të të ato fjallet e bukura, ato gjëra që mundoni me i bo për njëra tjetrën? Po, na mundohem çdo mënyrë. Tash varësisht edhe pse jemi larg, teknologjia na ka mundësu që edhe me fol, me kamera, me fjalë të mira, me fjalë motivuese. Këto janë ato kryesore që të bojnë mundi mirë të ngrisin moralin, edhe na gjithmonë e kemi po ato. S'ka ditë që nuk ndihem telefon, se të rim njëna tjetër në telefon, ose me fol. Pak ma shpeshone. Po, se kjo anë kohë që unë nuk është që s'me ndoj çdo ditë për to, po kjo thirë ma shpesh. E mendon. Të regua që jetoni larga, po jo? Unë e mpej, kjo në Prishtinë. Kush ndërshta shkën më shumë, apo janë pej, apo në sjelltas? Unë shkoj ma shumë pej. Kjo më me thonë, kur të vim prindrit, vjen pej, nuk është ma shpesh. Nejse, po prindjet jetojnë jashtë, mundohemi, për kundër obligimeve që i kemi, mundohemi që sa ma shpesh mu bashku edhe me vllazën, me motra, kjo është kënaqësia jonë më e madhe. Po ato sfidat, ndërsa që jeni mundu gjithmonë me i të i kalu bashkë, cilat kanë qenë çka që gjithmonë e keni ngrit njëra tjetrën për atë aspekt? Po, zakonisht aspekti profesional ka qenë ajo. Mandej kemi këshillin njëna tjetrën që ka me vepru ma tutje. Mandej kur ka qenë puna fëmijëve, që më këpë kujdes për fëmijët, me qenë se prindrit kemi jashtë dhe njeri kënd e ka më afer, e ka motrën aja që mundesh me llogaritën ta për ndonjë udhëtim të punës apo diçka. Kështu që gjithmonë më ka gjindë ose mundu me u gjindë. Edhe më ka gjindë çdo herë, se edhe dyqyr kur fëmija i parë kur ka lind, shumë kisha nevojë me pas nanën afër, se kisha, kështu që Lola më ka ndajt shumë të në kohën afër, më ka ndihmu edhe nëse kom pas nevojë për shembull jo për punë, jo për normal edhe familjarët e burrit, kom pas për krahje shumë madhe. Po si kujtoni ato momentet e para me epitetin nën? Flasim pak edhe për atë periudhë të bukur. Unë, kjo ka qenë e para që ka lind, gjithmonë është e para. Unë kujtohet kjo kur ka lind, edhe ka qenë edhe një pipa, një kosisht në familjen tonë, edhe unë nuk muj me përshkruat atë ndjenë mas pari që më boteze. Më kujtohet kur filloj isha prej shtëpis, me jetë edhe me shku në shtëpi kësaj, mu doke që dikush po më tërkek në bazë, nuk po më den me shku. Se s'po mbri. Mandej për fëmijët tem të para, ajo nuk diskutohet si nanë. Ndjenja më e mira në botë, e pa përshkrushme. Është e pa përshkrushme, dhe isha, është kam ndodhë kjo mu, është kam ndodhë. Edhe së da se ditë jam falimderu si jam nane 3 fëmijëve, e 3 jam shumë krenare për ta. Qofshim e gjatë. Faleminderit. Po, apo ja për ty, ai momenti i parë, si nën? Që ta thash është diçka e pa përshkrushme. Momenti ma i lumë të në bosës, disha së qa ka ndodhë, isha a di mu kujdes për ta, a di edhe më kujtohet, se kjo vike flajke me mua ato ditë para. Unë e gjdo 5 minuta, si livret ke javalpi, unë me njerë të e këshu kjo dhe ke, je kam tutë shumë, po që ashtu është instikti nanës, në fillem është diçka një ndjenjë shumë e mirë. Edhe si teze, pastaj një ndjenjë tjetër. Bash. Sa ka qenë të regove që kanë qenë ato periudat me ndjenja të përzjera, edhe dashuri, pak frikë në anën tjetër, a instikti i nënës në aspektin profesional, pastaj pas sa vitesh keni arritemi me balancu këtë pjesën edhe familjare dhe profesionale? Unë me njëherë kom fillu me punu, dhe me thonë bas 2 javë, unë kom fillu me punu me njëherë, se s'kom ujtë punën me lon anash, se ka pas normal kërkesa shumë të mdoja për punë, edhe puna që e kom pas për krajën e familjarve, edhe të motres edhe
për më kujdes edhe për Alpin. Kështu që kom pas edhe punën e mora shumë ofër, po më ndaj lokalin, për me atin po ndaj me shtëpi, që mu endë shumë shpesh aty, ose e mesha edhe me veti. Po nuk e kom lona anash asë njëherë profesionin, që me thonë punën. Kom vazhdu më njën, pas djave jam dalë punë. Një mesazh shumë i mirë për gjitha, ndoshta ka shumë gra që ndonjëherë mendojnë se si do t'ja bëjmë balancin mes familjes, karrierës, punës në përgjithësi, kështu që ja dalin, apo jo? Ja dalin, patjetër. Një shembull shumë i mirë. Veç me u mundu. Kjo është një dyshim, ndonjëherë që të vjen kokë, sidomos te nana të reja. Unë kur kam lind vajzën e tretë, aty ka qenë një far kaosi në kryet teme dhe thësha ç'është ka me mbrima përpara. Ish vajza në klasë të parë, djali ishte kujdesditor, mandej ke vogla, thësha shtëpia, obligimet e shtëpisë, puna, thësha ku une, veç edhe krejt me pas. Edhe e di që më kujtohet që më tha bashorti, tha hajtë se të ndihmon Zoti. Më kujtohet Zotit ndihmon në ato anë të mënyra që është e denaj. Edhe po, ja kom dalë. Edhe që ku është u rritën të tretë, edhe pse jo, pse mos gruaja kur do një arrin krejt. Po cilat tash me fëmijë, po i sheni kanë filluar ato ëndrat e tyre, ato pasionet, sa po mundoheni me i shtyqë me i ndjek ato pasionet e tyre? Unë e mundona jo vetëm fëmijët e mi, po në përgjithësi gjithë njerëzit me i motivu dhe me i shty me i realizu ato ëndra që i kanë. Tash, ndoshta hala është herët, dikush më thot du logopedë, dikush më thot du kështu, dikush ashtu. Ju ndrojnë. Po, e di që kanë ndru gjatë kë viteve, po le ti ndjekin ëndrat, unë gjithmonë kam e pas për kraj mu edhe babën e tyre. Sa po mundem, po bojmë për ta sa të mundem, se për ta po punojmë të ke fundit. Po, udhëtimet sa i pëlqeni? Jashtëzakonisht shumë. Edhe kjo është dhe hera jo ideatorja për me bo pushime që si pripa. Nëse ki mundësi, çdo muj me bo ndonjë udhëtim. Çdo muj një përvojë e re, një ëndër e re, diçka ndryshe që përjeton edhe mundesh me fol gjatë për ta. Keni kohë që me bo udhëtime së bashku? I gjenë po. Edhe që ta thash kjo është shumë organizume të kjo pjesa. Ato janë të veçanta kur i bëjmë bashkë. Janë ndoshta ato momentet edhe kur jeni vetëm ju dy, atë reflektimit që ndani diçka me njëra tjetrën, ka sekrete që i dini vetëm ju dyja që nuk e ndani me askë tjetër? Po ka patjetër që ka, veç që tregojmë. Na si motra, për fëminisë kemi pas ato sekretet, nuk kanë ndonjë peshë të madhe. Zakonisht janë ato sekretet ndaj prindërve që i kemi. Po, tash... Jo, se thej ke nana, thej ke krejt, thej ke i di, unë e gjithë shka di për fëmijë, nuk ka shanca me mikë, diçka krejt di për juve, me demek, tash unë e kjo këshyshim sy, me demek, hajtë se nuk e din, ti nuk e din, mas pari. Po, gjatë krejt kësaj periude të reguat dhe aspektin familjar, edhe atë profesional, flasim pak për aspektin profesional, si po ecim punët, të regove që në moshë shumë të rejve që ke fillu me punu, do të preja atëri me një mund për kushtim, gjithçka ka ecë mirë, apo jo? Gjithçka ka ecë mirë, jo mundu me punu, pa marrë parasysh, po mdej sfidave që kanë ardhë gjatë rrugtimit, po ja kom dalë normal, me shumë punë, me normal, jo mundu tepër për këtë profesion. Ka qenë pe e nishi njëherë, mandej pa datë guximin që marë në Prishtinë, edhe ka qenë këgja një sfidë madhe, së është këni treg bëbegi madhe. Me lonë të natë puna tje që e kom pas, me fillu këtu prej zeros. Edhe me këshyrë, po bëna jo? Po bëna jo, po mirë, ja kom dalë edhe këto. Po ajo periuda në pej, sa ju mungan përgjithësi? Sa mungan? Po. I mungon njerëzve kjo, i mungon qytetit Pejës. Po njerëz po vinë edhe këtu, se nuk është largë Prishtina me pej, kështu që edhe klientat që i kom pas atje, shumica vinë edhe këtu në Prishtinë të une, kur s'don me mndrunë të njera, vdina është që i merë malli për mu, për durët e mija. Ke kliente që kanë qef me eksperimentu, ndështë ta kujton edhe atë periudën kur edhe vetë ke pas qef gjëra tilla? Kam, po jo shumë, trolla janë ato që kanë qef edhe që t'lojnë shumë me eksperimentuar, me mlonë mu qa du me bo une vetë, kështu adin, mi akqyrë stilin, se nuk janë shumë guximshme. S'po guxojmë, kështu përgjithësi si shoqëri? Nuk guxojmë. Lora, si mendon si e sheh këtë stilin tonë përgjithësi, sa jemi ndoshta të guximshëm si shoqëri, qoftë në aspektin e veshjes, qoftë flokëve, çado? Unë mendoj që jemi popull në përgjithësi të guximshëm. Duke u nisë prej shumë prej rrethit, paragjykimet janë gjithmonë, se duke u nisë prej mentalitetit që kemi,
Po, unë e mendoj që nuk duhet më thy kryt mbas, edhe mi ndigu ato kritikat, apo për moshën, për vendin, për çka do. Njeri duhet me bo ato që e ndin vetë, ato që ndihet mirë, ato që kur e sheh den pasqyre dhe i thush të pëlqen vetja, që ashtu duhet me vepru gjithmonë. Unë e mendoj që ato dhe halajëm tu e përcjell qatë mendimin që e kam. Po i përmend edhe paragjykimet, sa e një përballë me paragjykimet gjatë jetës suaj? Unë për vetë jam përballë me paragjykime, sidomos për stilin që e kom pas. Pej e dim që shosh, ndoshta hala nuk e di sa është tash të theksume, po besoj që hala ka që si paragjykime. Po unë kam paragjykuar më shumë si puna stilit, flokëve, veshjes. Çështo. Dora, paragjykimet kështu gjatë jetës janë diçka që ju kanë përcjell apo vazhdojnë të përcjellin? Zakonisht kur të njohin më shumë, edhe ka vend edhe për paragjykime më shumë. Dikush është edhe shënjestër e paragjykimeve. Për shembull, si foli edhe motra jeme për veshjen, për Instagramin, për ka shumë pika që munden me gjetë, ai që nuk të pëlqen, ai gjithmonë paragjykon, ai që don asnjëherë nuk paragjykon. Po të arsye thanë. Jeni të mirave në këtë pjesën e fotografive, sa e ndihmoni njëra tjetrës, sidomos në thime, se çado. Ato i kem pika dopt, unë kujtohet vetja, gjithmonë e kom pas pik dopt të fotografin, edhe baba jem ka jetu jashtë, edhe tash edhe me nanën është atje, edhe gjithmonë kur më ka thonë çka do me të pru, i kom thonë një aparat fotografik, edhe ato filma që në konë me poza 24, po i thisha as du 24, du 36. Ma shumë, me ditë një pas. E tash kur isha ato poza që i kom bo si fëmijë, më vjen me kesh, po jo një farë kujtimi, se e di që prej asaj kohe ka qenë e dëshira për fotografi. Edhe më kam bet hala. Po, se edhe ku shkojmë në përudhime, kjo është dhe herë nga në basneve, të na bo fatë, të na bo video dhe këshyr, pse ju më kur kërës po më bënë heq, as fatë as video, as për bjen mend. Adoraj. Tani, kur i shikoni kënoqeni, apo momentet nostalgjike? Tash i kom bo me pagesë. Ma mirë. Po ta kthejnë atë pjesën e fotografive tash? Jo, prapë në dhimen ja. Prapë në dhimen ja u jepi, po gratis. Përmendet që prindrit jetojnë jashtë shtetit, apo jo? Po. Sa ju mungojnë, ndërsa edhe pse tash të rritura, nëna vet, ato këshillat e tyre, edhe pse po besoj tash më treguat pjesa telefonike, video call, gjithçka, po sa po keni kohë dhe me i taku? Me i taku ndonjëherë shkojmë, ata jetojnë në Francë, tash sidomos pasi që nuk ka viza, na shkojmë më shpesh, si të na krijohet një mundësi 2-3 ditore, na shkojmë. Normal që na ka mungu ajo pjesë, sidomos kur jemi bo nana vetë, kur jemi martu, ato këshillat, se fillimit e martesave nuk janë qaq leta, sidomos edhe nanë kur bëhesh, po jemi mësu, e kemi kalu mungojnë çdo herë, veç unë thash. Edhe kudo që është me një këshill të vogël, për mu do me thonë shumë, nana apo baba. E cika dhe ma herët tash sidomos, mungon çdo herë, po kur të lind, nuk e di pse është ajo nevoja për me pas ofër nanën, për këshillat, për nuk e di. Janë ato ditët më të bukura dhe ditët më të vështira, apo jo? E vërtet. Përmendet ato ditët e para, edhe të martesës, edhe të qenurit, nanë, sa kanë ndryshuar ndoshta për juve ajo përditshmëria, jeta, ka qenë ashtu krejtësisht një ndryshim? Pri para martesës, po mendoj, ajo është ndryshim total, është përgjithësi, mandej. Unë mendoj se çdo kush që do me bo hapin drejt martesës, do të me mendu 2 herë, do të me di që ka përgjithësi të madhe. Familja, fëmija, obligimet të shtëpisë, nuk jemo dikush që nuk jemo ajo që pret dikush me ti kry. Do të me di që ti ajo që do shmi kry krejt. Edhe për këto duhet me mendu 2 herë, edhe me hi në të drejtem. Sa po i ndajmë sot ndoshta si shoqëri, burrat dhe gratë, ato detyrat dhe përgjegjësitë sa i përket familjes? Kanë filluar ndoshta me ndryshuar edhe te kjo pjesa e punëve, shtëpisë pak, për kujdesin ndaj fëmijëve? Çfarë mendimi keni? Varet, s'po di. Nuk e di, tash secili ka ato punët e veta dhe ato obligimet e veta, te na me thonë që hala kam bet ajo që barën kryesore ka nana, të më thonë jo. Çfarë do pune, çfarë do profesioni që ki, profesioni tjetër, është anvise, që nuk mundesh me ju shkap. Full orar. Bashkë full orar. është një maraton, që zgjohesh herët shumë, e kalon ditën edhe përfundon diku në orët shumë të vona.
Po, Qa që nuk din as vetë që ki bo, po ki bo shumë. Edhe pse une, dhe më thonë si të bo 10:30, veç që ndali telefonin edhe flej, se në qona në 5:30. Ato ke mujtë me kriju bile si orar vetës. Po, si orarja kom bo vetës. Po, sa i përket pjesës ushqimit, gatimeve, kush është më e mirë në kuzhinë për juve? Unë jam shumë e mirë. Edhe unë jam shumë e mirë. Edhe kjo shumë e mirë. Keni ato specialitetet tuaja? Po. Në përgjithësinë e këtë pjesën e dhuratave, për kujdesit në këtë aspekt? Kush është më e kujdesshme? Kjo është shumë më e kujdesshme se unë, e pranoj kështu realisht, që është shumë më e kujdesshme se unë. Kujdeset jo veç për mu, po për krejt mundohet, diqysh krejt mi bo rahat, mi... Ndoshta që e motra madhe, mendoj që kam e ndjejat përgjithësinë, ndjejat obligimit që e kam për familje, mundona që krejt mundi mirë. Si për dhurat, apo për çka do tjetër. Jeni vetëm 2 motra, apo? 2 motra, 2 Edhe vllaza. 2 vllaza. Se janë ashkallun pak. Cili është ai raporti me ta? Ata janë më të vegjël se na. Edhe Jemi shumë të lidhun, se për 4 vjet, 4 fëmijë diqysh jemi bo, bëden prej shumë afër njëri tjetrit, jemi bo si një mosh. Edhe raportet janë shumë të mira. Edhe jemi ndonë tash 2 janë pej, 2 jemi në Prishtinë edhe 2 janë në Francë, dhe më thonë print. Jeni balans tamam, 2-2. Me pas se cili ka një me veti. Si motra pak më të ndaja, sa i keni këshillu ndërshta si djemë në atë kohë, si vlezër, sa i keni mësua dhe në këtë pjesën e kuzhinës, se diçka tjetër? po basi që s'kemi shumë dallim në mosh, ndoshta dhe me ata kemi pas për lirëshje të shpeshta. Edhe kështu që për këshilla jemi mundu, po kur janë rritë ata vetëm janë martu, na jemi martu dhe tash shpresoj që i këshillojnë ato gratë veta, se për atë punën e kuzhinës. S'ma merr mendja që vllai madh ma shumë, po, ma mirë. Këj vogli nuk ja ka shumë. Zanat kuzhine, s'ja ka dorën. Për shkak që shumë afër në moshë, tregua që përveç atyre momenteve shumë të bukura, shpesh keni pas tek si lloj përleshje grindje themi të vogla, kanë qenë vlezër të lloj themi ashtu xhelos që ndoshta pak si territorial apo kanë qenë vlezër mbështet? Ata mbështet si kemi pas. Sidomos se vllai i madh është më i ndihshëm, dytë janë shumë të mirë. Po ky është më i butë, ky i madhi po. Ky gjithmonë ka qenë ai që i ka mbajtur sekretet deri kur s'ka mujt më, kujtojnë shumë raste, e ky vogli ai pak më i lasdrumi familjes. Marr revanç që thojmë na ai vogli. Tash vetë se ka filluar kjo pjesa e themi motit, ndryshimit, na ndryshon edhe disponimi. Menjëherë keni planifikuar diçka ndonjë udhëtim apo diçka së bashku apo po e presim Lorën me organizu? Nuk e di. Kjo ka organizu për veti, se ka më shkuj tash të prind, edhe unë i thash, okej, si të ktheshti, ka më shku edhe unë, thapse s'po tregon se shkojmë bashkë, thash ti veç e pas kjo organizu, s'tregove, kështu që jo si ka planet normal, me shoqet e veta ka më shku, tani ka më shku unë normal me shoqet e mia. Zakonisht edhe këtë pjesën me shoqëri e keni shumë të vlefshme zakonisht me pa, apo jo? Shumë. Kaloni shumë kohë me shoqëri. Jashtëzakonisht, sa të mundem, sa të kemi kohë me kaluar edhe me shoqëni, normal, mos milion anash. Sa është vështirë sot me gjetë një shoqe sinqert, një shoqe të mirë? Është shumë vështirë me tregu drejtën, është tepër vështirë. Se di po shoqen më të mirën, prapë se prapë motrën e ki. Patjetër. Lora, sa është vështirë sot me pas një shoqe sinqert? Është shumë vështirë, unë zakonisht i kam ato shoqet që i kam prej vëzhlisë. Me thonë në bankat e para, ditë e para, kam qenë me to halajem shoqe. Kam shoqe dhe tjera, po ato të zemrës janë ato që i kam prej klasës parë. Edhe nuk ndohemi kur. Unë si kam prej, po i kam tash këto shoqet edhe këto, po më dojnë Prishtinë që prej që e marë, po jem lidh ekstremisht tepër shumë e to. Po edhe unë i kam shoqe se janë shumë të mira, i përshëndesim shumë, janë shumë të mira. Dhe shoqërinë e keni të përbashkët? Po, Paka shumë po. Po shtate me thone. Dashura, ishte me të vërtetë shumë kënaqësi të kisha sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën dhe për energjinë pozitive që na sollët sot. Faleminderit për juve për ftesën. Ishte shumë kënaqësi.